Sofra e Malësisë së Madhe 2017 vjen më datë 27 dhjetor, në orën 19 në bar restorant Besioni, për të gjithë banorët e kësaj treve, por jo vetëm, pasi të ftuar janë edhe banorë nga zonat të tjera. Një mbrëmje festive që organizohet me rastin e festave të fundvitit në Malësi të Madhe. Në këtë mbrëmje festive do të ketë performancë live nga këngëtarë të përzgjedhur nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi. Një gjë e tillë u bë ditur edhe nga producenti i kësaj sofre, Sokol Tatiçaj, që theksoi se do të ketë edhe shumë surpriza gjatë kësaj mbrëmje. Dashur vëllezër e motra malësor, nesër ashtu siç e dini në orën 19 organizohet sofra malësore këtu në restorantin Besioni. Ju ftoj gjithëve të merrni pjesë sepse do jetë një show super i bukur. Në këtë sofrë janë të ftuar për herë të parë yjet e muzikës shqiptare. Duhet veçantoj grupin Fisniket nga Kosova, shumë artistë nga Tuzi, Tirana dhe shumë surpriza do ketë. Erdheni të zbulojmë bashkë në sofrën malësore. Ju mirëpresim. Sofra e Malësisë së Madhe 2017 do të regjistrohet e plot nga televizioni Rozafa dhe do të transmetohet gjatë netëve të ndërimit të vitit.